Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Kam kënaqësi t'ju uroj çdo ditë mbarësi në të gjitha rrugët që ju ndërmerrni me shpirt të bukur e me vullnet të mirë. Është shumë e rëndësishme ta nisësh ditën me këmbën e bar e të urosh çdo gjë të mirë në ecurinë tuaj. Por të komunikosh me ndjesitë, me vargun, me muzikën, me ecurinë e çdo gjëje që të bën të ndjesh afër dhe të ulesh këmbkryq në një vatër të bukur shpirti ku ndjen të trokas jo vetëm e sotmja, por edhe e nesërmja, është një ndjesi më vete. I them këto fjalë sepse kur bashkohen artist dhe kur i drejtohen me shumë dashuri artit të tyre për t'ju adhuruar nga afër njerëzve, është më shumë se bujari. Është një komunikim që merr dhe jep shumë çka në një produkt të bukur shpirtëror. Dy artist, njëri muzikant, tjetri poet, u bashkuan në një veprimtari mbreslënse, duke ftuar miq të afërt, por dhe pak më të largët në ndjesitë e tyre artistike. Vetëm pak ditë më parë, poeti David Boseta dhe pedagogu i muzikës dhe instrumentisti Qamil Gjyrezi organizuan një veprimtari shumë të bukur në artet e tyre për t'ja dhuruar spektatorit që erdhi në një ambient shumë të bukur të një lokali në Shkodër. Ku ka më mirë se këto iniciativa të veçanta që burojnë nga shpirti. Sot unë i kam të ftuar në studio dhe me kënaqësi ju uroj mirëseardhjen. Mirë se keni ardhur, profesor. Mirë se u kena gjetur, ju urojmë suksese. David, mirë se erdhët. Më pëlqen që jemi së bashku në një transmetim të drejt për të shprehur ndjesi të veçanta artistike, apo jo? Mirë se u gjetëm, falenderoj për ftesën. Në fakt, vetëm 2 ditë më parë i organizuat një aktivitet të ndërmarrë në mënyrë krejt vetjake, me sa di unë. Si lindi kjo ide? Atëherë, në profesor Qamilin, na jena miq të mirë edhe shpeshherë e gjejmë kohën me pi kafe me një tjetrin. Kuptohet që në bisedat tona të kafes dojmë apo s'dojmë do të përmendet muzika, do të përmendet poezia, sepse ajo është edhe dëshira jonë, me folë për gjanat pozitive të kësaj pjesë që na japin edhe energji edhe shpresë për të ardhmen. Masi gjanat e zymta të kohës ku jetojmë mundona mi hell maskarash edhe mundona mu tregu sa do pak indiferent ka shqytyne. Pra, çdo gjë fillon edhe mbaron te e bukura. Profesori kishte një ide brillante në kafe që po bishim bashkë. Dhe thotë që David, ne mund bëjmë diçka të bukur bashkë. Të pa ndërthurjen e muzikë që bëjon, me poezinë që bën ti. Pse jo? Mund bëjmë një takim shumë intim me njerëzit më të afërt tonë, edhe ta konceptojmë si një kafe mes miq. Një gjë që profesori kishte vu re në poezitë e mia është që aty ka muzikalitet edhe shpeshherë përmenden edhe pjesë të njohura botërisht. Lily was here, për shembull. Edhe kjo ndoshta ishte edhe një ndër spuntët që profesori dha një ide që unë e pranova me dashamirësi më të madhe, edhe të dy bashkë ishim optimist që do dalë diçka e bukur. Realisht doli diçka shumë më e bukur se sa mendom ne. Profesor, besoj se ajo çfarë tha Davidi ju ka nxitur që të bashkëpunoni. Ku jeni gjetur pikërisht këto lidhje mes poezisë së David Bosetos dhe muzikës që ju bëni? Faleminderit personalisht edhe jam studiues i artit, jam psikologjin e artit. Kam pas raporte me poezinë, konceptin psikoanalitik, pra poeziterapia, por nga herë më vjen keq që e çojmë artin në terapi, unë vetë bëj muzikë-terapi, masi arti është vetëm për art, sidomos në momentin kur jemi, është vetëm për art.
natyrisht përdoret edhe për përmirësime emocionale, po kur përdoret në këtë formë nuk është marrë, i ka dimensioni artistik. Dhe problemi është krejt i thjesht, çështja e thjeshtë, duke studiuar antropologjinë e artit, unë vlerësoj veprat e artit, por para në kontakt me artistin, me krijuesin, unë nuk kam njohuri dhe arti i tij bëhet më i prekshëm tek mendja ime, tek interpretimi im. Me Davidin ja njoft edhe përpara, në distancë ose afër, por këtë herë u ofruam dhe na ofroi edhe bisedat artistike, edhe puna e tij e librit, edhe idetë të cilat Davidi i përshkrui më mirë dhe nuk do të shtoj më tepër, dhe na lini një ide për me bë një prezantim jashtë standardeve në një vend ku poezia është më afër njerëzve, ku muzika është më afër njerëzve, dhe vendosëm që të organizojmë këtë aktivitet. Unë kam regjistruar së fundi 5 këngë të njohur, të autorëve të njohur botëror, dhe Davidi natyrisht kishte shkruar një libër me poezi, i cili më pëlqej shumë, lexova, do ta lexoj edhe më tepër, do ta shkruaj, do ta kritikoj, do të promovoj, dhe mendoj aktiviteti arriti qëllimit dhe i uroj Davidit suksese, dhe natyrisht janë aktivitete të cilat e ofrojnë individin me artin, kjo është me muzikën dhe poezinë. Libri të cilit ju më së shumti i jeni drejtuar titullohet Ti je dashuria. Është libri juaj, David, që e keni shkruar me shumë dashuri, me sa shoh. Dhe në këto momente, për të ilustruar në një farë mënyrë, unë po mundohem të lexoj me ndjesitë e mia pikërisht poezinë që mban titullin dhe libri. Regjia është një moment ku mund na ilustroj me muzikën që interpreton profesor Çamil Gjyrezi. Besoj se jemi gati. Ti je dashuria. Ti je për mua më shumë se një ëndër, më shumë se një dëshirë. Ti ajo që më zgjove ndjenjat nga gjumi i rënd letargjik. Ti je ajri, qielli, hëna, diell, e gjithçka e pakapshme që veç unë kam në duar. Ti je romanca e shpirtit, çmendurisht në të dy dashuruar. Nëse unë jam poeti që fjalët të thjeshta i kthej në poezi, ti je artistja që jep ngjyra imazhit të sfumuar gri. Ti je për mua shumë më tepër se mund të jem unë për ty. Ti je vetë dashuria që jetojmë të dy. Është ndjesi e veçantë ku secili mund të gjejë shumë çka në jetën e tij, sepse prek gjëra të ndjeshme, apo jo, David? Sigurisht, këtë poezi që mban edhe titullin libri është një dedikim që unë i bëj bashortës seme, pasi ajo është dashuria e jetës seme dhe gjithçka nis edhe mbaron me të. Por pse jo? Mund të jetë edhe termi i pakufizuar për dashninë. Absolutisht, prandaj poezia ka një varg kaq të bukur përgjithësues. Ti je dashuria mund të jetë kushdo. Mund t'i thuhet të dashurës, mund t'i thuhet prindit, mund t'i thuhet fëmijës të vogël, pra është një titull i përgjithshëm që kushdo mund ta gjejë. Është një ndjenjë universale. Nuk e di nëse regjia mund të na shoqërojë në këto momente me pak tinguj muzikor, sepse unë do t'i drejtohem profesor Çamil Gjyrezit. Profesor, si ju i bashkangjitët muzikën që bëni këtyre poezive? Të kujt janë këto pjesë dhe pse pikërisht ju i përzgjodhët? Tim realisti për zgoda për vetë për arsye se i kemi luajtur gjithë aktivitetin tim artistik, janë shumë interesante, janë shenja muzikore, po është interesante se të gjithë njerëzit i kanë dëgjuar dhe e dinë që e ka krijuar Louis Armstrong. Në fakt Louis Armstrong e këndon dhe e lot, por këngën What a Wonderful World e ka krijuar Bob Thiele dhe George David Weiss. Pra, kompozitori në raporte me interpretuesin rrin pak i sfumum për t'i dhënë shansin artistit të prezantojë
veprën e tij. E dyta është My Way e Paul Albert Anka, një kompozitor i famshëm, është 81 vjeç sot, është ka shkruar muzikë të mrekullueshme dhe ka shkruar My Way, po të gjithë njerëzit e dinë që ka krijuar Frank Sinatra, mos e ai ka interpretuar. Po janë këngë që kanë marrë famën pikërisht nga këngëtarët. Bésame Mucho është një kompozitore e famshme meksikane, Consuelo Velasquez. Por në fakt atë e kemi dëgjuar shpesh në ambiente të caktuara, por Andrea Bocelli vuri një pikë shumë interesante Bésame Muchos. Dhe natyrisht La Paloma, Pollumi i Sebastian Iraida. Ja tani po e dëgjoj. Dhe Tequila e Chakrios, Tequila, siç kemi dëgjuar përpara, dhe La Paloma, e cila është një pjesë shumë e bukur, një këngë shumë e bukur dhe ne kam thyer në instrumentale. Dhe natyrisht prej simbolikës së tyre artistike, ato kanë shumë poezi, dhe natyrisht e gjeta edhe tek poezitë e Davidit, atë domethënien që shprehin këto artistë të muzikës, pra, që janë të ndikuar pse jo nga poezia. Unë, me thënë vërtetën, atë ditë kur bëni Davidi aktivit bëmë së bashku, kisha edhe një temë, muzika dhe poezia. Si janë raportet e muzikës me poezinë. Teorikisht, marrëdhënia e muzikës me poezi është e hershme. Shpesh është testuar, shpesh është kontrolluar, shpesh është përgjithësuar, por kjo lidhje është me shekuj. Ne dim që kur janë taku për herë të parë të dhënat, ne dim krijimi i instrumentave në Afrikë, natyrisht poezitë e kënduara ishin shumë të rëndësishme në historinë e shkrimit poetik. Dhe rapsoditë greke, tanka japoneze, shiingu kines janë të gjithë shembuj tipik të poezive të kënduara, pra poezitë janë edhe kënduar. Poezia lirike është një shembull i shkëlqyer i poezisë dhe muzikës e kombinuar. Dhe frazat e përsëritura të poetëve verbal ngjajnë refrenit të tekstit të një këngë. Në të dy shekullit, edhe në shekullin XIX-20, poetët lirik pati një ndëkim të jashtëzakonshëm, Keats, Byron, Shelley, Yeats, Plath, dhe më vonë duhet përmendur në poezitë e tyre Schiller, Goethe, Milton, Shakespeare dhe Petrarku. E gjithë kjo lidhje e muzikës me poezinë arrihet mirëfilli kur ato ndahen, dhe në momentin që Mikis Theodorakis kompozoi një muzikë me poezinë Arnisi të Giorgio Seferis, u kriju një vepër artit e shkëlqyer. Pra, raportet e poezisë me muzikën janë në shekuj, ato do të vazhdojnë të jenë, por sot, në momentin kur jemi, funksionojnë si arte të ndara. Natyrisht është në imagjinatën, në aftësitë krijuese të krijuesve për t'ju referuar ose jo një poezie ose një muzikë të caktuar. Profesor, në rastin tuaj kemi fatin të bashkohen studiuesi muzikës, njohësi thellë i saj, me instrumentistin, me artistin. Pra, çdo gjë që ju mund ta thelloni në studimet tuaja, në këtë rast gjejnë edhe aplikimin konkret në muzikën që ju bëni. Kjo gjë ju bën më komunikues mbase. Në këtë rast, por edhe në një rast tjetër, ju e keni aplikuar këtë bashkëveprim mes artistëve, edhe në një ekspozitë të artit pamor, është aktiviteti i dytë që ju jeni së bashku me artistët e sferave të ndryshme, apo jo? Edhe aty në aktivitetet e këtu po i drejtohen, para 10 vitesh fillova të merrem me psikologjinë e artit dhe studimet i kam intensifikuar në Venecia, në Universitetin Ca' Foscari, dhe sinqerisht fal edhe insistimit tim, shpesh kam hasur rezistencë, duket sikur po futem në fushat e tjera, nuk është ashtu përkundazi. Kjo fushë është shumë dimensionale dhe nëse ti nuk ju drejtohet disa shkencave eksakte, nuk i drejtohe natyrisht edhe arteve, ti nuk del me konkluzione konkrete për funksionimin e këtyre arteve. Dhe natyrisht, unë mendoj se i dhash një dimension tjetër
duke shpesh thash kam hasë rezistencë, unë nuk jam kritik pikture, nuk kam marrur për pikturë, por unë studioj atë që quhet semiotika, dhe semiotika të detyron të shkosh drejt arteve grafike. Semiotika e artit të detyron të shkosh drejt poezisë, dhe në këtë kontekst jam përpjek të studioj të gjitha artet, siç janë piktura, baleti, koreografia, natyrisht edhe poezia, e cila është shumë e rëndësishme për të kuptuar individin dhe natyrën e tij imagjinative dhe krijuese. Ndërkohë, unë kam shumë dëshirë t'i drejtohem një poezie të Davidit, poetit David Boseda, titullohet Hynore. Ti je qetësia ime shpirtërore, dashuria ime e ëmbël. Ti je përtej njerëzores, je hynore, angjëlli që më realizon çdo ëndër. Edhe pse jeta nuk është fush me lule, e shumë peripeci i mund të kaloj, ti je që i eklipson të gjitha e me jep forcë të përballoj. Shumë njerëz kur lexojnë shprehje për dashurinë i duken superlativa, irreale, por ata që jetojnë këtë ndjenjë e dinë se dashuria është dhurata më e shtrenjtë universale. Ka një ndjesi shumë të bukur që të jep jo thjesht brëndin, po që të jep një zjarr brenda vetes, David. Nuk e di, ndoshta është ajo sfera juaj që e keni pushtuar edhe zotroni shumë mirë, apo jo? Nuk e di, sepse çdo gjë vjen vetvetiu. Unë nuk jam nga ato poet apo shkrimtar të cilët i thonë vetit du më ullë me shkru diçka dhe marrin lapsë letër dhe ullën me shkru. Po. Pra nuk ka një kohë caktuar, nuk ka një moment, është thjesht një grind të mbrëmshme që të vjen dhe ti e hell në letër. Në një intervistë që ne kemi bërë pak kohë më parë, je shprehur që unë shkruaj në çfarëdo ambienti që të ndodhet, mjafton të trokas dhe të rras një moment frymëzimi, dhe më së shumti vargjet tuaja janë ashtu, siç kanë dalë nga llava e frymëzimit. Nuk e di nëse janë saktë. Shpeshherë spuntën e marr edhe nga një faktor natyror, edhe një gjethë që bjen ngadalë, edhe ajo të jep dëshirën për me realizu diçka. Edhe një njeri që kalon rrugë të jep frymëzimin, ose një më shumë, ose çdo fragment i veçantë. Ke ndonjë moment që të ka mbetur në mendje dhe e vërtet ajo poezi të duket e veçantë? Po janë shumë momente të cilat i kam kap si çast fotografik dhe i kam memorizuar në poezi, i kam kthyr në vepër letrare. Mandej se sa bukur delu nuk e di, por unë e kam bërë temën. Profesor, e ke gjetur këtë lidhje, këtë proces krijues dhe i e bashkangjitur në këtë muzikë që poezia e Davidit ka në vetvete, apo jo? Po tjetër, po mendoj edhe tashti se projektet krijohen edhe gjatë bisedës. Po. Unë me Davidin do ta vazhdoj gjatë këtë punë, nëse Davidi, se jo, pastaj unë do të merrem me punën e Davidit. Davidi do të më lejoj, do ta studioj punën e tij nga ana psikologjike, natyra psiqike, dhe një temë më ka lind përdorimi i termit muzikë dhe ndikimi tek libri Ti je dashuria e David Bosetas. Në punën jo për cifras, e kam lexuar, po për ta kuptuar duhet punë, për ta lexuar se natyrisht. Poezia shpreh kuptimin e këtij kuptimi. Poezia nuk shpreh kuptimin real, me atë që jemi mësuar në tekste të prozës, po poezia ashtu si muzika janë polisemantike. Absolutisht. Të qëndron arti. Të qëndron interesante, dhe ky është edhe studimi që do të bëj, dhe shkrimi që do të bëj, dhe konstatova tek poezia të kam harruar. Davidi përdor gjithsesi të kujtoj kur dëgjoj muzikën time të preferuar, pastaj shkon manipulon pak ose më saktë muzikën që pëlqejnë të dy. Shumë interesante. Është si thua një hapi afër më shumë. Tenton për të afruar imagjinativisht të dashurën ose e diën imagjinatën e tij. Poezia 2 është shumë interesante. Lili was here, thot një saksofon që shqynte
saksi solo. Në fakt nuk është saksi solo, por është kitara solo. Dhe kënga ka kënduar Cindy Dulfer në David A. Stewart. Lili Was Here, shumë interesante, një ballad ndërmjet një ritmit të jashtëzakonshëm dhe këtë ka kuptuar Davidi dhe këtë ka sjell në poezinë e tij. Në vitin 1976, një poezi tjetër, Davidi ka jetuar edhe para viteve 90 që atëherë ka lindur. Shumë i ri në atë kohë. Natyrisht rock ballads dhe Wind of Change, ju kujtohet Skorpioncat lëkun jashtëzakonisht për rrëzimin e Murit të Berlinit, arti i paraprin lëvizjeve politike të mëdha dhe Davidi natyrisht ka ndikuar dhe Davidi e fut në poezinë e tij. Natyrisht në poezia një tjetër është simfonia e heshtër, krijon imagjinatën e poezisë një lloj simfonie, ku dëgjon tinguj, ku dëgjon ritme, ku dëgjon vrull, ku dëgjon përpjekje njerëzore, po i përshkruan në poezi. Dhe tjetra thonë se të dashuruarit, prap shënjon të dashuruarit, kanë muzikën e tyre të preferuar, dhe natyrisht e bën bashkë idenë e dashurisë me preferencën për muzikën. Dhe së fundi ofroj unë të një poezi me një gotë verë në dorë me muzikën që pëlqej më shumë. Këtu është pak pozesiv, pra shkëputet për të dashuris, dhe asaj simbioze që shpesh e gjejmë në vargjet e librit. Fillon të dashuroj gotën e verës dhe përshkruan. Tu menu se
lexojmë, të studiojmë mirëfilli veprën e tij dhe të merrna me gjëra në formë sipërfaqësore. Është jashtëzakonisht fatkeqësi e madhe për mendimin aktual, mos jemi postmoderne, është mendja njerëzore është urbanizuar shumë. Po dëgjoja me vëmendje, më krijova edhe emocione, me mënyrën tënde, po ta them sinqerisht publikisht, lexova me shumë dëshirë, me shumë pasion për me prezantu punën e një artistit që natyrisht ashtu fillon merr pjesë edhe ti të autorësisë, e kupton se si funksionon arti. Dhe arti vazhdon dhe krijohen kuptime të caktuar të poezisë së Davidit duke u lexuar në radio, duke u prezantuar diku tjetër dhe fillon Davidit të kuptojmë Davidin ose artin e Davidit. Të falenderoj shumë që e bën këtë punë me pasion. Puna e njerëzve në fakt më frymëzon duke e marrë në një kontekst të përgjithshëm. A nuk është frymëzuese një krim I tillë? Apo jo? A nuk është frymëzuese puna që ju bëni, profesor? Domethënë, duke lexu, duke e thënë, duke rilexu, atëherë fillon të krijohet kuptimi dhe vepra e Davidit do të fillojnë të marrin vlerësimet e tij, që është hapësira e Davidit, bile në teorinë psikoanalitike artistike, arti nuk konkurron, po e vunë në konkurs. Arti që non për veri Goethe nuk ka marrë pjesë në asnjë konkurs, nuk është hero I Gjermanisë, po heroizmi I Goethes është domethënjet, arketipet e fuqishme të poezisë së Goethes. Pra arti qëndron për veti, nuk qëndron qëndron në kontekstin e tij. Natyrisht edhe do të konkurrojnë, edhe do të promovohet, edhe do të marketohet, por arti është diçka e veçantë dhe mendoj që në një botë ku jemi, e cila ne po përjetojmë në periudhë pandemisë, poezia ka një rëndësi të veçantë, masi qetëson mendjet njerëzore, që do të thotë shpirtat njerëzor. Dhe poetët janë të domosdoshëm për një shoqëri, pavarësisht se sot bota ka evoluar shumë, high-tech etj, kështu që Davidi dori suksese dhe ju suksese. Pa shumë interpretime. Le të drejtohemi aktivitetit që ju me shumë dashamirësi e keni realizuar. Është shumë e veçantë. Pa, siç mendoj unë, pas një projekt financiar. Projekti financiar qëndron tek shpirti. Aty peshohen të gjitha. Pa asnjë mbështetje të veçantë logjistike. Ju I dhat shpirt artit tuaj. Si u mirëprit ai? Si u prit sepse po flet e din ti Merita që unë pa mbështetje logjistike. Dhe jo për spontanitetit, por shumë të menduara, kam zhvilluar aktivitet në të gjithë Shqipërinë dhe jam një jashtëzakonisht keq kur më mbyllën dyert e teatrit të qytetit tim për një personit I cili se nuk do ta përmeni, se nuk ja vlen, dhe kjo mënyrë më ka bërë me ecë në rrugën time dhe vazhdoj, nuk kam ka 15 vite që s'kam bërë një projekt artistik. Unë jam krijuesi I projektit kulturor të qytetit Shkodrës, të zhvillimit të Shkodrës në vitin 2005, që kemi shkruar me kooperatorët amerikanë të kulturës, po 15 vite nuk kam bërë asnjë projekt. Dhe kjo ka qenë rruga që unë kam promovuar artin tim dhe jam përpjek të promovoj artin e të tjerëve. Me vërtet thash, jam nis, e kam taku Davidin, kemi pi kafe, kemi bisedu, kemi kuptu, jemi drejtu te klubi, kam lënë atë që thonë, kam lënë vend qytet. Nuk kam bërë tregti. A më kupton apo? Nuk kam bërë tregti. Unë takoj shumë njerëz dhe nuk është e thjeshtë. Se duhet klubi, duhet fonia, duhet njerëzit. E ke parasysh? Por ajo që I bashkon është dashuria. Dashuria për punën, për artin, për çdo gjë. Atë ditë fatmirësisht na erdhën njerëzit që po themi të vërtetën, se e vërteta është na erdhën ato që u dote me art.
Kjo Thënë është e vërtetën, rëndësishme. jo, kemi realista, arti zhvillohet, ka vendin e tij, ka momente kur anën formale, kur studimi bëhet në biblioteka, po edhe kur kalon në këtë formë, i jep një dimension tjetër, i cili është dimension e ridimensionon artin. Kështu që ju e thatë shumë saktë. Shtoj diçka në lidhje me pyetjen që u bë. Ne nuk kishim asnjë mbështetje as logjistike, as financiare, as një lloj suportit, edhe kjo nuk është hera e parë që ndodh. Unë prej shumë vitesh jam antar i shoqatës lidhje shkrimtarëve të Shkodrës, Po. edhe tu kanë vetmja shoqat e tillë që transmeton artin letrar në Shkodër, absolutisht asnjë mbështetje as nga bashkia, as nga qeveria, as nga Ministria e Kulturës. Ju i keni kërkuar dhe nuk keni mundur Janë apo kërkuar, e keni format, mbar? edhe janë refuzuar në mënyrën ma fodullet të mundshme të premtu publikisht. para nesh. Ashtu siç përmendi edhe profesor Qamili. Kohët e fundit kam marrë një intervistë nga një njeri, nga një zonjë që për mua, por jo vetëm, është shumë e veçantë dhe shumë e nderuar. Ajo prej vitesh jeton në Itali dhe në momentin mjeke në profesion dhe në momentin që shkon dhe në një periudhë të caktuar nuk gjen as pak mbështetje. Madje një reagim tepër frenues nga dikush, nga një zonjë tjetër. Nga kjo ajo merr spunton dhe balancon, konverton diplomën, jep përsëri provime dhe kur të tjerët mas i merr diplomën dhe kur të tjerët i thon, ja si do të sillesh tash ti me këtë që e ke varce. Do të hakmerresh, i thot, jo, do ta falenderoj, sepse më ka bë aq më shumë që të eci përpara dhe të krijoj rrugën time. Ndoshta edhe një gjë e tillë të frymëzon për të ecur përpara. Është kopit bashkiak që ne na fusin në rrota, sepse unë me bashkinë do të kapem pasi ajo është organi kryesor që duhet me kanë kreat kulturës shkodrane. Mandaj edhe qeverinë, sepse nuk i dal krahas kujt përkundazi. Këto duhen falendëruar sepse sado që të na pengojnë ne do t'i kabercejmë, do të ecim Ishte një audiencë, ju thatë që ishte një audiencë në një pjesëmarrje. Mendoni se keni ndër komunikuar? Unë mendoj se arti, ndryshe nga politika që ka nevojë për turma njerëzish, ku nuk merret vesh kush është i pari i dytë. Absolutisht vetëm ti turm, arti bën diferencime. Në art ne nuk kena nevojë për turma, ne kena nevojë për njerëz. Njerëz unë quaj ato që dinë që është muzika e vërtet, por dinë që është edhe libri, dinë që është edhe poezia. Në një kohë që teknologjia ndërhyn dhunshëm, ndjesia, era e librit ka diçka të veçantë. Apo jo? Il libro, prandaj fatkeqësia më e madhe është shkputja nga libri. Fatkeqësia më e madhe është që student të universitetit lexojnë shumë pak. Fatkeqësia më e madhe është që e kena pranuar këtë kohë dhe fillojmë edhe akuzojmë të tjerë dhe kena pru vetë. Bile ju kujtohet Rona Nishleu e përgatiti këtë paradigmë që do të thotë pra po vjen një moment që do ta kuptoni se çano dhe artistat parashikojnë, por sot në këtë studio ne do t'i marrim studios të nderuar këtu, gjanat që kanë të bëjnë me artin, kritika, kështu, do të vinë momenti, do t'i themi gjitha dhe dunë, kanë kohën e vetë, është shumë e rëndësishme që po themi diçka që realizuan diçka, një diçka, unë e kam shumë të thjesht, të bukur, emotive, u lexu poezia, pa në publicitet të jashtëzakonshëm, dhe e treta është që unë personalisht e deklaroj nga kjo studio që do të punoj sistematikisht duke kritiku ose duke pozitivu, ose nuk është do gjanë keq, të jenë realista, që Shkodra të marrin vendin e saj në kulturë, në ekonomi, në politik, pse jo, në shkencë, në universitet, masi nuk kemi të drejt ta izolojmë Shkodrën. Ju e dini, deri në Lezhë vjen rruga, unë kam punuar në rrugë dhe pastaj shkon tek Adriatika, por ne së bashku të gjithë që kemi në dorë do të punojmë që qytetit të japim dimensionin që i takon
se tuhen shumë individ, që nuk janë pak, Absolutisht. për të Shkodra aty ku i takon në nivelin kulturor, ekonomik dhe shoqëror mbi gjitha. Shkodra është zmadhu dhe niveli shoqëror ka shumë rëndësi. Bile e them, nuk e them metaforikisht, as drejt për drejt, por më mirë mos shtro një rrugë, lëre për pak më vonë, se por plani social dhe natyrisht uria, buka e përditshme, dhe natyrisht nevojat kulturore, që do të quhet siguria kulturore, është e domosdoshme se Ky është filli i dashurisë. është filli i çdo dashurie të çdo ekzistence. Unë dëshiroj të ndalem përsëri në vargje. Është një poezi e titulluar Biri im, të cilin mbase, sepse siç tham, David Boseta i ka ndjesi tepër konkrete, por poezia është përgjithësuese. Secili gjen veten aty. Edhe për unë mendoj djalin tim në këtë moment. Po automatikisht kështu funksionon psikika njerëzore. Biri im, Kështu funksionon. në jetë ka ëndra që radh jetohen realisht. Në jetë ka dashuri, ka dhe vuajtje, natyrisht. Në jetë ka shumë njerëz që do të kesh pranë, por miq të mi, shumë të pakët janë. Në jetë ka ditë bardhëzi, pa ngjyra. Në jetë ka shumë maska e pak fytyra. Në jetë do mësosh, do bëhesh i ditur, por kujdes birë, në çdo moment është edhe i papritur. Në jetë ka humbje, zhgënjime pa fund, në jetë ka suksese që arrihen me shumë mund. Në jetë ka dashuri, aventura magjike, në jetë ka ngjarje, histori fantastike. Në jetë ka çaste lumturie të vërtet. Janë momentet kur sjell në jetë një tjetër jetë. Sa largpamse, sa konkrete, sa e prekshme në të gjitha ndjesit, apo jo? Bëni një punë të mrekullueshme, se më dhe shansin me falendëru Davidin, që ka shkruar një poezi Birim, por në fakt Davidi nuk ka shkruar për birin e tij, por e falenderoj se ka shkruar edhe për fëmijët tonë. Natyrisht. Kjo është ajo që funksionon tek arti. Unë se nuk është humor, po janë konkluzione reale se kështu funksionon psikika njerëzore, kështu funksionon arti. Dhe arti ka jep mesazhe të jashtëzakonshme përveç fushave të tjera. Absolutisht sikur të gjenim pak kohë për vete, duke dialoguar pikërisht edhe nëpërmjet këtyre ndjesive. Ndoshta do gjenim një forcë, ndoshta do gjenim një frymëzim. Mbase do marrim një mbështetje, sepse të tillë janë artistët, të frymëzojnë, përndryshe ato mbeten në kullën e tyre të ngujimit. Apo jo? Është shumë interesante bota e artistët, është shumë interesante. Është studiuar nga psikologët e mëdhenj, duke filluar nga Freudi dhe duke filluar nga Jungu pastaj. Dhe fusha e fatkeqësia më e madhe e psikologjisë është se në Shqipëri kemi po dalte psikologjia kritik. Nuk po i penalizojmë. Por fatkeqësia më e madhe e psikologëve shqiptarë është se nuk kanë aftësi artistike. Dhe kontaktet që kanë pas me psikolog, botëror, psikoanalist, të gjithë kanë formim pikturën, letërsinë dhe muzikën. Dhe natyrisht ai që nuk e studion këtë fushë i duket sikur kur nuk është i zoti për me interpretu, fillon t'ia mohojë edhe të tjerëve. Kjo është ajo e cila funksionon natyra artistike dhe në këtë kontekst arti nuk se ka debate të mëdha, a është i rëndësishëm arti, a nuk është i rëndësishëm në postmoderne, është ushqimi përpara, po arti është gjithmonë i rëndësishëm dhe arti ka edhe element terapeutik, të cilët këto rritjet emocionale tuaja, të mia, të interpretimit të mia, thanjet e autorit krijojnë atë që me të vërtet arti është i pavdekshëm. Është edhe thania jeta e shkurt, arti i gjatë, vita brevis ars longa,
Unë nuk i di frymëzimet tuaja të këtyre ditëve, por besoj se neçurin tuaj ka një rrugë të shtruar, ku ndalesa her pas here për të prekur në kënaqësitë, por edhe në kontributet që i jepni janë shumë interesante. Ndoshta keni plane të afërta, plane pak më të largëta, afatgjata në krijimtari, profesor Qamili natyrisht me studimet, por edhe me aktivitetin e tij si instrumentist i bashkohen të gjitha këtyre angazhimeve, apo jo, profesor? Atëherë, Berita, ti mosha dhe bën vende dhe instrumenti i trombës nuk është thjesht vetëm për të incizuar ata, më është dashur një vit punë. Natyrisht fal pjesë të mrekullueshme. Të lutem fal këtyre studiove që e falenderoj shumë Roland Gullin dhe natyrisht edhe ato videot që mi kanë bërë dy miq të mi, dy nxënës studentat të mi. Dhe pastaj vjen një moment që ka edhe një fund, se nuk funksionon. Arti i ka dhënë fund Karlorf i famshëm, pastaj bëni muzikë terapi. Unë mendoj se ajo që ndron aty brenda vetes, nxjerr kry her pas here, por është aty. Do ta shoh. Apo jo? Do ta shoh, është profesioni im i parë. Kurse në promovimin e kësaj natyre do të bisedoj me si në rastin e Davidit, që është shumë serios, që ti domethënë ti ideojmë dhe ti çojmë atje ku duhet këto punë të artit dhe shpresoj të realizojmë edhe gjëra të tjera. Unë kam hapësira shumë. Kjo është e mrekullueshme. Dhe e kam krijuar me njerëzit. Janë përpjekë që njerëzit ti pranoj ashtu siç janë, dhe ato më kanë pranuar siç jam. Është mrekullisht bukur. Davidi është një poet, ne nuk e përmendëm gjatë bisedës, por një poet i përkthyer, madje i vlerësuar, pjesëmarrës në antologji të shumë shteteve me poezitë e tij, njohës i gjuhëve të huaja. Do të thotë që diapazoni dhe krijimtaria e vështrimit i tij poetik rrok hapësira që nuk kanë shumë konture. Gjithsesi ato ekzistojnë artistikisht tek ju, por nuk e di se çfarë. Është vërtet ajo që tha dhe profesori më parë, që a duhet konkurrojmë ose a duhet marrim pjesë në evente poetike. Unë ka vite që jam shput për çdo lloj konkurrimi, sepse nuk e gjej veten as pak në konkurrime të tilla, jo për faktin sepse nuk do të isha kurrë çfarë ça ta mendoja veten më lart se dikush tjetër, absolutisht jo. Në poezi gjithmonë ka një konkurim, po jo një garë. Në garë nuk jam vu maskën. Në konkurimet që janë bërë në vendet të ndryshme të botës, të fillu prej në Kinë, Japoni e të marrë dhe të Rusia largët, kam 36 çmime prej shteteve përkatës. Historinë më vetë, kapitull i veçantë. Por paradoksi është që për te 36 çmime në gjuhë të ndryshme të botës nuk kam asnjë kartuç, po e quaj, në gjuhën shqipe. Pra asnjë vlerësim nuk kam nga shteti im, nga Shqipëria ime e dashtun, për cilën unë du me bë gjithçka sa të mundem. Por realisht nuk pres, sepse unë kam marrë një vlerësim tjetër i cili nuk mund varet në një kartuç mur, është dashamirësia e njerëzve si ju, që vlerësoni punën time, është dashamirësia e njerëzve që takojnë rrugë, edhe kam kënaqësinë me llandorin gjithkujt dhe me pi kafe me gjithkën. Ajo vlerësimi e çmimi më i madh që t'japin. E jam e sigurt patjetër që ju nuk ndaleni. Jo, nuk e kam ndalen. Po bisedojmë për humor kartuç këtu para viteve 90, i dhonin dikujt një kartuç, një fletë lavdrimi. Ka qenë një person merita që nuk do ta përmendim, edhe u qua atë, i tha shokut e tërë përre këtë kartuqin mur, se mund du pare dhe nuk e bënë humor në kuptimin. Me qëtë ateja, e kam fjallin tu, që dhe kartuqat kanë atë kartonet ose vlerësimet kanë rëndësinë e tyre, mos i janë një lloj, dhe është e pafalshme që në konceptin e vlerësimit të artit të individëve në qytetin tonë, mos të ketë, më kujtohet në 2004, në 2005 kam ndërtuar një komision kulturet me personalitete, dhe pastaj u shkatërrua komisioni kulturës për një javë, për të vetëm arsye se të gjithë duan të vënë vetën e tyre dhe të prezantojnë njerëzit që duan. Absolutisht. Arti ka vlera dhe në qoftë se Davidi në këtë moment është një person i cili punon, duhen që institucionet të qytetit, institucionet e kulturës, nuk bëj as reklam, as propagandë,
duhet që ta marrin me vëmendje, ta mbështesin financiarisht, ta vlerësojnë dhe e dini ku është fitoria jam, ju thash piktorëve, ju të miq të mirë, a keni shkruar për kënd? Pra duhen vetë artistët, duhet vetë media të mblidhet, të shkruajnë 2 rreshta dhe natyrisht edhe Davidi ose XY do ta marrë. Cili për ne duhet bërë. Ka një peshore. Në njërën anë qëndrojnë këto të mëdhat me struktura, por ka një peshore që peshon akoma më rënd, që është struktura e brendshme shpirtërore. Dhe unë dua ta mbyll këtë bisedë me vargje, meqense besoj ato janë mesazhet më të bukura të shpirtit. Titullohet Kur nata mbulon Shkodrën. Mramjet vjeshtake ti nxishte ftohin kohën. E nata, si nënë e kujdesshme ngadalë e mbulon Shkodrën me një batanie të ngrohtë blu. Thur me fill andrash në të zgjah dëshirash, stolisur me dekor yjesh, me ngjyra ylber shirash. Shkodra bie në gjumë. Sa bukur duket kur fle. Në krahët e rozafës, përkundur fëmiror, ky qytet i lashtë, shekullor. Është një dashuri e pafundme në këtë ndjesi shpirti që të gjithë ne e kemi për qytetin, por Davidi, poeti, e thur me vargje dhe fjalë, me metafora mjaft të goditura, të cilat ndoshta nuk është rasti që ti analizojmë fjalë për fjalë, por që vërtet të godasin për gëzime. Davidi është poet shënjor, ka shenja. Ka shumë shenja aty bëmi pa, dhe bëmi interpretu shenjat, janë shumë interesante, ka shumë kuptime, kanë shumë nën tekste, dhe japin mesazhe, transmetojnë mesazhe dhe i uroj suksese në krimtarinë e tij dhe jetën e përditshme. Edhe ju. Kjo ju falenderoj shumë. Ju falenderoj që na sollët edhe surprizu, na ke emocionuar klumt. Ti ndjesi, jo. Edhe na ke promovu. Faleminderit juve. Po, ju jeni. Kjo është dashuria. Kjo është puna, kjo është këmbgulja. Ky është shpirti i njerëzve në Shkodër. Njerëzit që janë të thjeshtë, njerëzit që të frymëzojnë, njerëzit që nuk kanë ndoshta tituj, por që janë botë e madhe brenda vetes. Sa bukur është ti afrosh edhe të ecësh për krah tyre. Keni ecur për krah njerëzve që na ndjekin. Faleminderit shumë profesor Qamil Gjyrezi, faleminderit shumë poetit David Boseta. Ishte një kënaqësi e pafundme me ju sot ky mëngjes i bukur shkodran. Do kisha dashur të shtu vetëm 2 fjalë. Sikur bota të kishte më shumë merita e Qamil, kjo botë të ishte shumë më bukur. Së bashku me David. Në këtë rast, sepse ka shumë njerëz të mirë. Faleminderit Merita, faleminderit David, faleminderit Radio Shkodra. Ju urojmë suksese, shëndet herë mi gjitha, se jemi në një periudhë, por jam optimist, do të ketë një armë të na fushat besoni. Unë ju uroj sukses në vazhdimsi dhe këtë zjarr të brendshëm dashurie që keni për artin, për shumë çka që transmetoni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tash